Diaspora ka nevojë për njerëz që ruajnë kujtesën, identitetin dhe lidhjen me vendlindjen. Shpëtim Pasholli është një nga figurat më aktive të mërgatës kërçovare në Zvicër, me një angazhim të pandërprer që nga vitet e 90-ta. Për vite me radhë, ai ka kontribuar në mbështetjen e arsimit shqip, duke qenë pjesë e fondeve të financimit për shkolla dhe duke ndihmuar në pajisjen e institucioneve arsimore me mjete bashkohore. Në diasporë, Shpëtim Pasholli ka qenë ndër themeluesit dhe mbështetësit e shoqatave kulturore dhe humanitare të Kërçovës dhe fshatrave përreth, duke kontribuar vullnetarisht si fotograf në aktivitetet kulturore, sportive dhe shoqërore. Për ndikimin e tij pozitiv në diasporë dhe kontributin e vazhdueshëm në fotografi, shoqata Votra e nderon me çmimin e ndikimit pozitiv në diasporë.